Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani sot ka pritur në takim futbollistët e kombëtarës së Kosovës. Osmani në këtë rast i ka dekoruar futbollistët kosovar. Në takim kanë marrë pjesë edhe kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Ademi, si dhe përgjithësi i Kosovës Franko Foda. Ky vlerësim për futbollistët vjen një ditë pas ndeshjes me Turqinë, në të cilën Kosova u mposhtë me rezultat 0-1. Nga Turqia erdhi në Kosovë. E të martën ky tifoz turk po e shijon kafe në Prishtinë, po për të nuk do të paguaj. Kjo me që ky restorant në sheshin kryesor të Prishtinës ofroi kafe dhe çaj falas për tifozët turk që udhëtuan drejt Kosovës për të ndjekur nga afër kombëtarën e tyre. Sipas pronarit, turqit këtu kafe i paguan në vitin 1999. Ne në shajmë njohje për kombën turk, për shtetin turk të cilën kanë ndihmuar. Ndoshta mas Amerikës është shteti më mik joni. Edhe pastaj unë vendosë të kafe dhe çaj të ketë gratis për gjithë fancat turk që vinë këtu. Kjo mikpritje bëri që lokali të martën të mbushej me tifoz turq. Këta të fundit i befasoi mikpritja në Prishtinë. Ky është një moment shumë emocionues, tani dua të çaj, është shumë mirë, faleminderit shumë. Ndërkohë po shprehen goxha optimist që shteti i tyre do të fitojë kundër Kosovës. Sonte Turqia 2 e Kosova 0. Të dy ekipet janë të motivuara për lojën, por sigurisht që ne shpresojmë që Turqia të fitojë. Unë mendoj që do të jetë 1-4 për Turqinë. E optimist për kualifikimin e Kosovës në Kupën e Botës janë edhe dardanët. Unë jam plotësisht i bindën se kena me fitu lojën. Jem ardhur për Austrisë, për Salzburgut, vetëm me shiku lojën e djemve tonë. Do fitojmë. Po të luajnë si lojtën në Slovaki, do fitojmë. Kjo është ndeshje historike për kosovarët dhe për gjithë kombin shqiptar kudo që janë. Edhe shpresoj që sot të fitojmë. E një ish futbollisti nga gjenerata e artë po i duket i pabesueshëm rrugëtimi i Kosovës. Kjo është e papritur. Kush ka mendu që me 2 milion banor që njihum që 10 vjetë që jena njoft, FIFA në ka njoft, e na për 10 vjetë me bo këto, se kena prit. E pak orë para ndeshjes, përveç atmosferës sportive, nuk munguan as momentet e tilla. Kufiri shqiptar është shqiptar në Vërmic të martën pati më shumë qarkullim. Shumë qytetarë nga Shqipëria erdhën në përkraje të kombëtarës së Kosovës në ndeshjen më të rëndësishme të saj për një vend në kampionatin botror. Me simbolet të shtetit e të ushtrisë çlirimtare, shumë vetura jam syen kryeqytetit. Ne kemi ardhur apo sa vat për të pa ndeshjen, dhe inshallah fitore Kosova. Por jo vetëm nga Shqipëria. Në përkrajet të Kosovës dikush bëri goxha rrugë. Joe erdhi nga Amerika vetëm për ta parë ndeshjen e madje bleu edhe bilet. Jam në Kosovë për ndeshjen e Kupës së Botës dhe njerëzit më pyesin pse po e mbështes Kosovën. Është sepse jam irlandez amerikan dhe Shqipëria dhe Kosova më kujtojnë Irlandën. Po, kam bilet, po shkoj në stadium, do të qëndroj me dardanët. Nuk kam qenë kur në Kosovë para se të vija për ndeshjen. Po, kam takuar mis në Itali nga Shqipëria dhe Kosova dhe janë tifoz të mëdhenj të futbollit. Forca Kosovo. Në kryeqytetin historik Prizrenin, atmosfera disa orë para ndeshjes ishte e qetë, edhe prizrenasit shpresojnë në fitore për Kosovën. Turqia po më dhimas shuvish, Kosova ka me fitu se shumë ma mirë jena. Se u të regu edhe atje 4 gola me dhonë jashtë. Por ka prej tyre që ndeshjen e quajnë vllazërore, ani se me gjithë respektin për Turqinë, presin fitoren e Kosovës. Po, kush do në të fiton, të dytë janë një qytet për neve. Të dytë janë, po normal që i pari vjen Kosova, mandej vjen Turqia. Po Turqia është tepër i fort, inshallah këtë jena të dashur sot Kosova në shkon kupën e botrore në të botë një mrekulli. Dikush jep edhe parashikimin se cili do të jetë rezultati final. Po, Turqia është pak e fortë, vetëm barazim ka me bo. Sonte mendoj që rezultati o 4-2. Veç në kafiteri, ndeshja mes Kosovës dhe Turqisë do të transmetohet edhe në një ekran gjigant në Shadërvan.
Suksesin e mirë aty tifozëve që sonte mbështesin kombëtaren e Kosovës në rrugën drejt botrorit kundër Turqisë. Nuk do të mungojnë as 2 tifozë nga Anglia, të cilët tashmë janë bërë emra të njohur për Dardanët. Paul Robinson dhe Sam Skids, 2 tifozët anglez, vazhdojnë të ndjekin nga afër Kosovën, duke krijuar një lidhje të veçantë që nga viti 2019. Gjithçka nisi në ndeshjen kualifikuese për kampionatin evropian, kur Anglia vizitoi Prishtinën, dhe ajo që filloi si një udhëtim i zakonshëm tifozësh, u shndrua në një histori miqësie dhe dashurie për futbollin kosovar. Robinson dhe dhëndri i tij Skids ishin prezente në Bratislav, ku Kosova triumfoi 4-3 ndaj Slovakisë, e të cilët për TV1 zbuluan lidhjen e veçantë me Kosovën dhe kush u bë sebeb për këtë miqësi. Është fantastike. Ne jemi si ajo hajmalia që ju sjell fat. Kjo është ndeshja e tretë rresht që po e përcjellim Kosovën në kualifikime. Kemi qenë me Suedin dhe Slovenin dhe që të dyja i ka fituar Kosova. Ne ju sjellim fat dhe sot besoj se do të fitojmë prap. Në vitin 2019, kur Anglia po vinte në Kosovë, kemi luajtur futboll me tifozët vendas, kundër Lulit dhe Dardanëve. Pritja në Prishtinë ishte jashtëzakonshme. E pam ndeshjen bashkë dhe që nga ajo kohë jemi afruar shumë me tifozët Dardanë. Edhe për Sam Skids, mikpritja kosovare ka qenë vendimtare në krijimin e kësaj lidhjeje të veçantë. Kur Anglia erdhi për të luajtur në Kosovë, u pritëm në Prishtinë si mbretër. Ishte një përvojë e pabesueshme dhe që nga ajo ditë Kosova ka një vend të veçantë në zemrën time. Ne e përcjellim rregullisht Anglinë, por edhe Kosovën. Ndeshje të tilla vendimtare nuk mund t'i humbasin. Nga një ndeshje vetme në vitin 2019, në një përkraje të vazhdueshme në stadiume, historia e këtyre 2 tifozëve është dëshmi se futbolli bashkon njerëzit përtej kufijve. Në fillim të muajit mars të vitit 2014, kombëtarja e Kosovës edhe zyrtarisht nisi rrugtimin e saj ndërkombëtar. Më herët atë vit, FIFA kishte dhënë leje për Kosovën që të luante ndeshje miqësore, ani pse nuk ishte e pranuar. Më datën 5 mars të vitit 2014, në stadiumin Adem Jashari në Mitrovic, zbarkoi Haiti për miqësorën e parë, e cila përfundoi 0-0. Miqësoria e dytë ishte e madhe për Kosovën, pasi në fushë doli Turqia me plot hyje në përbërje dhe fitoi 6-1, kurse tribunat e stadiumit në Mitrovic ishin hiç më pak se me 18.000 shikues. Në vitin 2014 erdhën edhe miqësoret me Senegalin, Omanin, Guinenë Ekuatoriale dhe Shqipërinë. Më 3 maj të vitit 2016, në kongresin e UEFA-s të mbajtur në Budapest, me 28 vota pro dhe 24 kundër, Kosova u bë antare e shtëpisë evropiane të futbollit, kurse 10 ditë më vonë edhe e FIFA-s me 141 vota pro dhe vetëm 23 kundër në kongresin e mbajtur në Meksik. Kosova nisi garat në kualifikimet për botrorin 2018, ku ishte në grup me Finlandën, Kroacin, Ukrainën, Islandën e Turqinë. Përfundoi e fundit me vetëm një pikë, të cilën e mori në ndeshjen e parë kualifikuese duke barazuar 1-1 në udhëtim te Finlanda, derisa ndeshjet si vendase i luante në Shkodër. Pas këtyre kualifikimeve, Kosova luajti në Ligën D të Ligës së Kombeve, që ishte edhe edicioni inaugurues i kësaj gare të UEFA-s, duke qenë në një grup me Azerbajxhanin, Ishujt Faroe dhe Maltën. Dardanët ishin të jashtëzakonshëm, pasi përfunduan të parët në grup pa e humbur asnjë ndeshje, dhe krahas promovimit në Ligën C siguruan në play-offin për kualifikim në Euro 2020, ku në gjysmëfinale u eliminuan nga Maqedonia e Veriut, pasi humbën 2-1 në Shkup. Në kualifikimet për Evropianin e vitit 2020, Kosova ishte në grupin A me Anglinë, Bullgarinë, Malin e Zi e Çekinë, ku humbja në ndeshjen e fundit ja pamundsoi kualifikimin. Erdhi sezoni 2020-2021 i Ligës së Kombeve, ku në grup me Greqinë, Moldavinë e Sloveninë, Kosova mezi siguroi qëndrimin në Ligën C. Kualifikimet për botrorin 2022 nuk rezultuan të suksesshme për Kosovën, pasi përfundoi e parafundit në grup me Gjeorgjinë, Greqinë, Spanjën dhe Suedinë.
Shenja përmirësimi, Kosova tregoi në edicionin 2022-2023 të Ligës së Kombeve, ku ishte në grup me Greqinë, Irlandën e Veriut dhe Çiprin. Përpara se të mos siguroj kualifikimin direkt në Euro 2024 nëpërmjet eliminatoreve në grupin që përbëhej nga Zvicra, Rumania, Izraeli, Bielorusia e Andora. Ngritja e Kosovës nisi në kampanjën 2024-2025 të Ligës së Kombeve, ku në krye të Dardanëve erdhi selektori Franco Foda, i cili zyrtarisht u emërua më 17 shkurt të vitit 2024. Para tij te Kosova ishin Albert Bunjaki, Bernard Shallan, Primož Gliha në 2 raste dhe Alan Xhires. Në sezonin 2024-2025 të Ligës së Kombeve, Kosova siguroi promovimin për herë të parë në Ligën B të kësaj gare, pasi në play-off mposhti Islandën në 2 ndeshje, kurse paraprakisht doli e dyta në një grup me Çiprin, Lituaninë e Rumaninë. Kualifikimet për botrorin 2026 kulmuan me rritjen e madhe të Kosovës, që këtë cikël e përfundoi e dyta në grup me Zvicrën, Suedinë e Sloveninë. E nisi me humbje 4-0 në ultim ndaj Zvicrës, për të reflektuar më pas dhe për të regjistruar 3 fitore e 2 barazime në 5 ndeshjet e ardhshme, dhe për të siguruar play-offin për kualifikim në ngjarjen e këtij viti që mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksike, Kanada. Në gjysmëfinalen e play-offit, Kosova mposhti 4-3 Slovakinë në Bratislav për të siguruar finalen me Turqi që luhet sonte prej orës 20:45 në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë. Tani Dardanët janë vetëm 90 minuta larg ëndrrës historike, kualifikimit në Kupën e Botës, dhe shpresat janë të mëdha që këtë herë festa do të jetë për Kosovën. Me lot në sy po qëndrojnë paravarrëve të më të dashurve të tyre. 31 mars i shënon 27 vjetorin e masakrës në Pastasell të komunës Rahovecit. Aty forcat serbe vranë dhe masakruan 106 civil shqiptar nga ky fshat dhe fshatrat përreth. Se çka ndodhi në vitin 1999 në Pastasell, tregoi mbijetuari i kësaj masakre Tahir Krasniqi. Me tenka, me autoblinda, na ishëm në atë farë për regjin, na shkojshin Sipri, fëmija, gratë, i kanë pasur e do shenja bordha, si jam dërzu, po ata ishin konë, shka me thanë, njerës, qysh me thanë, jetë drogirosha, asi një kanë marrë ato parasysh. Në këtë përkujtim mori pjesë edhe kryeministri Albin Kurti. Përkujtesa nuk mjafton të mbahet vetëm në rrëfime, ajo duhet të bëhet edhe drejtësi. Në vjetorin e kaluar është dorëzuar kallëzim penal për këtë masakër, një hap i domosdoshëm drejt drejtësisë. E kryetari i komunës së Rahovecit Smajl Latifi ka thënë se kjo masakër ka qenë krim kundër njerëzimit. I plaçketën e me pasi dojën shtëpitë e fshatarëve. Grabitën gjithçka që mund të grabitej, rrahën e torturuan njerëzit që nuk kishin mundësi të mbroheshin. Për vrasjen dhe masakrimin e 106 martirëve, deri më tani nuk është dënuar asnjë serb që ka marrë pjesë në masakrën e fshatit Pastasell. Një litër naft në këtë pikë të derivateve u shet €1,76. Por diku tjetër, çmimi i 1 litre të naftës mbriti edhe në €1,82. E shtrenjtimi i këtyre lëndëve djegëse e ka rënduar jetesën e qytetarëve. Ata kërkojnë ndërhyrjen e institucioneve të shtetit. Qysh nuk po ndikojnë këto çmime që kuna pagat që kemë, kushtet që kemë, çmimi i naftës është shumë i lartë. Para 2 ditë ka qenë 1,75, tash është 1,82. Kjo qeveria s'është ka ndërmen merë kurgjën, shumë vene i kanë mund ndërmarë, që Macedonia dikon ka 19-20 nuk ka ma të shnetë. Do të ndërhy pak naftin me zbrit, normalisht. Se naftin qërja këna qitë 10 euro, je shkuna ne janë për Prishtina, si tashti 20 euro, 30 euro, pa shkojnë sa hëra. Profesori i ekonomisë Remzi Smajli e sheh të pa arsyeshme mos reagimin e institucioneve në uljen e këtyre çmimeve.
Sipas tij, qeveria mund të ndërmarrë disa masa përveç uljes së TVSH-s dhe uljes së akcizës. Masa tjera të cilat qeveria duhet të ndërmarrë janë edhe subvencionimi. Subvencionimi i çmimit të naftës qoftë për qytetar drejt për drejt, apo edhe respektivisht për konsumatorin e fundit, sepse dhe firmat janë konsumatorët fundit në fund pram, dhe masa tjera të cilat mujnë me shku deri te tatimi i shesht, me të kuptimin e subvencionimit të TVSH-s për firmat, nëse firmat do të ulshin çmimin. Profesori Ismaili thot se largimi i TVSH-s dhe i akcizës do të ndikonte automatikisht në uljen e çmimit deri në €1.30. Nga shoqata e naftetarëve kanë treguar mundësitë e lirimit të çmimit të naftës. Në Ukrainë çmimet kanë qenë më të larta. Megjithatë, qytetarët tanë po furnizohen me çmime më të lira krahasuar me rajonin. Nuk mund të paragjykoj se çfarë çmimesh do të kemi në ditët në vijim, pasi ka lëvizje të mëdha në bursë dhe në tregjet ndërkombëtare. Çmimet sot me pakicë sillen përafërsisht dizeli 1.74 deri në 1.82 cent, benzina 1.40 deri në 1.44 cent, çmimi furnizues me shumicë të premten ka qenë 1.74. Çmimet pritet të ulen pasi të përfundojë lufta në Iran. Propozimet për heqjen e TVSH-s dhe të akcizës, kryeministri Kurti i konsideroi si jo të menduara mirë dhe se nuk bazohen në përvoja të suksesshme.